Te çështja e numrave vetëvendosje LDK. 66 15 bojnë 81. Fiktiv, ti mund t'i quash, po s'tas janë. Kur jo po thoni, po kur po thotë edhe Albin Kurti, nuk guxoj me hi veç me votat LDK-s, po i përcjell mesazh Vjosa Osmanit. Pe e di që e kim mbështetjen e LDK-s, po nuk u mjafton mu siguron mbështetjen edhe dikujt tjetër. Krejt veprimet për me eliminu Vjosa Osmanin po i bën. Unë e kam një informacion e kam. Një informacion e kam. Nuk e kam këtë gojë Leon për Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani në raport me lëvizjen vetëvendosje. Vjosa Osmani i ka 2 deputet të pakicave më shumë se sa që e kanë votu qeverin Kurti. Po flas për Xuda Balin e 69. A 69. Po Adem Hoxhën edhe Duda Balin. Pra 2 vota mund t'i ketë 3 ma shumë i pasur. Shuma e LDK-s edhe vëllës. Po nuk është Vjosa Osmani problem që nuk i ka numrat. Nëse është vullneti Albin Kurtit, nuk është problem numrat për Vjosa Osmanin. Albin Kurti po i bën krejt veprimet, por me i përcjell mesazh që nuk ko mjafton mu veç LDK jam të mbështet ty. Së po e din që se ko mbështetjen të forca tjera politike. Numrat janë, po nuk është shqetësimi jam për Vjosa Osmanin, as pak. Shqetësimi jam është që me vetdije edhe me vullnet Albin Kurti po don me e çu vendin prapë zgjedhje. Kjo është tema, kjo është sfida. Tash Partia Demokratike e Kosovës, i nderuar zotëri Ramaboja, çka ka bo? E ka mbështet edhe publikisht. Ka deklarata të mijat. Edhe të Bedri Homzës, edhe të pjesës tjetër të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, që mbështesëm kandidat konsensual, që i ka këtu atribute, nuk kem përmend emër. Kandidati konsensual ka refuzu. U shku, zotëri Kurti ka fol. Vetëm një kandidat konsensual ka refuzu. Ka fol me pjesë tjetër të asoj familje. Si janë kërku emra tjerë? Ne jem shku herën e dytë. Edhe kryetori i Partisë Demokratike të Kosovës i ka thonë. Unë i propozoj emrat. Kjo është formula për me zgjedh këtë çështje të rëndësishme. 22 numra on, 66 ti bi emrat të pranueshëm. Edhe kandidatin, edhe kundërkandidatin. Nuk ka thonë emër me flamur të partisë. Pro mjafton me posë vullnetin, ndërsa zotëri Kurti ka thonë, "Okej, ti jam në emër, unë e çes në emër ngore, bojna gorë demokratike." Nuk është gorë demokratike në kuvent kur paraprakisht e den so numra i ka kjo forcë politike, so i ka kjo, so i ka tjetër. A mundesh më jap një emër që do të mund ta propozonit ju për president? Nuk muna me dhon emër në këtë moment. A mund të jetë profesor Rasim Bajrami që e ka vetë deklaru gatishmërinë? Nuk muna me fol emërt përveç. Ai ka qenë antar i Partisë Demokratike. Nuk mundet me fol askush emërt përveçëm pa u merr vesh për procesin edhe për hopat. Po ti dëmton edhe emrin, edhe personalitetin nëse ja çet emrin në tavolinë. Jo, ai është publik tash, ai është zotëri Arsen Bajrami është profil i respektuar me shumë kontribute, po ai e ka propozu veten në një formë. Nuk është që ka qenë ndaj angazhim ose iniciativë e ndaj force politike ose ndaj lideri, ma shumë ka qenë pjesë e dëshirës time kontribu në proces, për cilën unë kam respekt dhe kam vlerësim, po nuk është pjesë e kësoj kalkulimi dhe kësoj teme që ka na jem të full. Nuk është që është mri diskutimi me shku me fol për emra. Pro me njerë ka qenë qosja tjetër që edhe aje ka prezentu zotëri Kurti në publik, se ata që si në emër, ne që si në emër, që ka i bje kjo?